Ish-ministri i Shoqërisë Informatike Asir Aliu do të udhëheqë me dikasterin e shëndetësisë dhe vjen në këtë pozitë sipas ardhes i Arben Taravarit, me të cilën deri pak kohë më parë ndanin të njëjtën parti, ndërka Qalbrim Hoxha do të jetë zëvendës ministri i Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave. Kryeministri Kristian Mickoski gjatë elaborimit të propozimit qeveritar për zgjedhjen e këtyre dy funksionarëve, tha se janë persona të duhur për t'ju bashkuar qeverisë në drejtimin e reformës në të cilën lëviz qeveria dhe aspirata për ta vendosur sistemin mbi themele të reja dhe të shëndetshme. Doktor Aliu është doktor i shkencave kompjuterike, profesor, një njeri që është marrë me menaxhimin e sistemeve, të dhënave dhe zgjidhjeve digjitale për vite me radhë, në një kohë kur disa shtete marrin një diagnozë me një klikim. Ne ende vrapojmë nga sporteli në sportel. Është kohë që kjo të ndryshojë dhe pikërisht për këtë arsye ne besojmë se energjia dhe njohuritë e tij do të sjellin një dimension të ri në menaxhimin e sistemit të shëndetësisë. A do të jetë e lehtë? Jo, nuk do të jetë, por a është e mundur? Po, sepse ne tashmë kemi treguar se mund të bëhet. Ndërka gjatë debatit për zgjedhjen e anëtarëve të ri të kabinetit qeveritar, partitë shqiptare kanë vazhduar të drejtojnë akuza ndaj njëri tjetrit. Koordinatori i grupit parlamentar të Frontit Evropian Blerim Bexheti tha se kjo qeveri ka dëshmuar se po zhvillon politika përjashtuese ndaj shqiptarëve, ndërsa partneri shqiptar në qeveri nuk ka legjitimitet për të përfaqësuar qytetarët shqiptar. Për të rikthyer gjendjen në normalitet, do ishte politikisht shumë e dobishme atë që zoti kryeministër në këtë foltore ju i pare datë që të shkohet në zgjedhje parakoshme, ku ne edhe si Bashkim Demokratik për Integrim, edhe si Front Evropian, përsëri u themi se është një mundësi ideale që me zgjedhjet lokale të shkohet në zgjedhje parlamentare dhe sovrani edhe njerë të ritekson, të rivendos legitimitetin dhe të dilet nga kjo krizë e brendshme dhe jashtme. Do kisha thënë që po ndodh në shtetin tonë. Nga ana tjetër, deputetja e koalicionit Vlen Saranda Imeri akuzoi grupin e Taravarit, të cilët dolën nga qeveria, se përderisa ishin pjesë e pushtetit, kanë tentuar që të sabotojnë reformat dhe ndryshimin. Ata i sot po të shpojnë se pa asnjë dyshje, rruga e ndryshimit do të vazhdojë pavarësisht se dikuj mund edhe t'i pengojë. Pa marrë parasysh se dikush ka dashur që reformat në shëndetësi të ngecin, që mjekët dhe personeli tjetër në shëndetësi të mos kenë kushte më të mira për punë, e qytetarët të mos kenë shërbimet e merituara, kjo nuk do të lejohet edhe më tej. Qeveria duhet të zgjedhë dhe zëvendës ministrin e mbrojtjes, pozitë kjo që mbetet e zbrazet pas dorëheqjes së Elfeti Ismailit nga ky post, megjithatë ende nuk është dorëzuar propozim në kuvend për këtë pozitë.